Salafus salih, të parët e muslimanëve, ma shumë jenë kujdes, thot Hasan al-Basri, për kohën e tyre se sa ju që kujdeseni për parën e juaj. Çdo moment jenë mundu me shfrytzuar punë të mirë. Për shembull Ibn Qayyim al-Jauzi, atëherë e kanë marrë edhe i kanë mpreh lapsat e tyre. S'kan pasur sot kimika, ne vallai na e ka lehtësuar shumë. Atëherë është dash për shembull me marr droja ose me marr pendla e me ngjyros, me shtin ngjyrë, me mpreh, e me shkru, edhe kanë lanë vepra voluminoze me 10 vëllime. Dhe po kur e ka bë këtë punë? Kur i ka ardhur një mysafir në shtëpi, ai qatë kohë ka shfrytzuar me mpreh kalema. Hem po bën me ty mohabet, përsëri po shfrytzon kohë. Se s'ka pas kohë të lirë. Qatë herë ka gjetë kohën të bisedu me një vëlla të vetin në zjaret, ose ky kur ka shku dikun, ose i ka ardhur dikush, edhe ka bë mohabetin, po edhe ka shfrytzuar rastin me përgatit lapsa të ri për veprat të cilat do t'i shkruante dhe do t'i linte në shfrytëzim që t'jenë të dobishme për muslimanët në përgjithësi. Kudo qofshin ata dhe mas 100 vjetëve, lexohen fjalët e tyre dhe citohen fjalët e tyre në cilat Allahu Teala u ka dhënë urtësi dhe na kanë përkujtuar vlerën e kohës, na kanë përkujtuar përkujtimin e Allahut Teala.